te shqiptar nuk mund me pas bashkëjetesë. Apo martesë apo jo. Bashkëjetesë si e kuptoni, jo këtu nuk e kuptoj asma, se Zvicran këtu shumica do jetojmë ne bashkë, sot që më konvenon, po dajmë ti në rrugën time edhe nesër në një gjeni tjetër, edhe në rast ato bëjnë familje, edhe ma të fëmijë si do edukohen, në çfarë mënyre? Unë mendoj se kjo është një kresisht për na shqiptar, kjo është për mu mendimin tim, kjo nuk është në rregull. Dhe ti je shumë kundër bashkëjetesës thua. Jo, unë jam kresisht kundër. Duhet martesa edhe dihet se më formojnë familje, edhe familja duhet të jetë shëndosh, duhet të shikoj edhe gruaja, edhe burri si mas mundësive. Amo kjo bashkëjetesa po rri një kohë, ta shumë konvenon, ai po dahem po shkoj. Po dahem një kohë që ai po bashkohemi prap, atë po bashkohemi prap. Edhe çfarë me pas fëmijë? Çfarë edukate do kese fëmia? Unë mendoj për mendimin tim, kjo te na shqiptar nuk mund të jetë. Të ekzistojë martesa është martesë, edhe burri do të respektojë gruan, grua burrin, edhe familjen, edhe prindërit,